Faleminderit kryetare. Ndëgjova që disa prej temave e gjërave që ngritën nga deputetja time janë komplet të pavërteta dhe po du t'i sqaroj jo për timen, po për qytetarët. E para 4 krevate në klinikën emergjente. Zonja time s'di kur keni qenë herën e fundit, por qytetarë nderuar, në klinikën emergjente janë 25 krevate. Me renovimin e emergjencës është shtuar numri krevateve dhe thuash janë 4, kur janë 25, sinqerisht jo vetëm dezinformim, po dezinformim kardinal. S'po di që është me qujtë ndryshe. Ndash edhe ja vlexoj 9 në ranimim, 8 në interno, 2 në intervenimet vogla, 3 në kirurgji, 2 në triazh dhe 1 në ortopedi. Thuhet që materialet në kardiologjinë invazive përdoren nga 2 ose 3 herë për pacientë të ndryshëm. Në anën tjetër, zonja deputete thot që nuk po du mi sulmu mjekët. Zonja deputete ju sa po e bët këtë punë sepse mjekët nuk guxojnë dhe e din shumë mirë si përdoren këto materiale. Dhe nëse keni fakte të tilla, zonja deputete, ju kisha bile ju kisha ditë për nder, që këto materiale t'i dërgoni mas pari në prokurori dhe pastaj t'vini edhe në sallën e kuvendit, ku do të skuqesha edhe unë nëse ka ndodhur diçka e tillë, mirë po jo dalësh e thuash, po i mbroj mjekët, e mjekët po i sterilizojnë disa herë materiale duke i bërë të përdorshme për pacientët e tjerë. Është e caktuar me norma zonja Kadriaj, cilat materiale mund sterilizohen dhe mund të përdoren 2 ose 3 herë, dhe është e përcaktuar me norma cilat janë materiale vetëm një përdorimshme. Tha që nuk ka barë në fare në onkologji, zonja time Kadriaj, mbi 90% është furnizimi, juftoj edhe juve që të shkoni, mos ju besoni as fjalëve të mia, ju lutem, as raporteve të SHSKU-kës, ju lutem shkoni në klinikën e onkologjisë, foli me stafin, foli me infermierët, foli me mjekët, foli me drejtorin dhe shikoni nëse janë këto pretendime tua të sakta që realisht nuk janë të sakta. Thatë që anesteziologët po ikin nga sektori publik, prap një e pavërtet. Vetëm në kohën e fundit 4 anesteziolog janë kthyer në sektorin publik nga sektori privat, kurse në anën tjetër është hapur edhe konkursi për 25 anesteziolog të tjerë që më në fund për shkak të politikave jo adekuate të resurseve njerëzore që i keni bërë më herët në qeverit e juaja zonja Kadriaj, po ka mbet për shumë vite pa anesteziolog sistemi jonë shëndetësor, mirë po më në fund kjo punë po i vjen fundi dhe nuk do të kemi problemet të tilla. Nisoj e përmend kirurgjinë vaskulare për mungesë materialeve, jo zonja Kadriaj. Edhe kirurgjia vaskulare, edhe ortopedia, listat e pritjes janë ekskluzivisht për shkak të mungesës së personelin, këtë rast e anesteziologëve. Por marë parasysh shqetësimin e ju i zonja Kadriaj, po e përsëris edhe një herë, që është hap konkursi 4 kanë ardhur nga sektori privat, është hap konkursi edhe për 25 të tjerë, dhe më në fund po i vje fundi një vuajtje shumë vjeçare, si pasoj e politikave absolutisht jo strategjike, mos them në terminologji tjetër, nga ana e atyre që kanë udhëheq më herët. U përmend edhe intenziva, po, është intenziva ashtu sikur që është ndërtuar më herët onkologjia, dhe kemi pa që nuk e keni pas për sa fërmi nevojat, nga 25 shtretër tash janë bërë 100 shtretër. Më shumë se 2 fishim zonja time Kadriaj, dhe kjo akoma nuk mjafton. Dhe akoma do t'i zgjerojmë kapacitetet. Nga më shumë se 2 fish që she kemi gjetë, akoma do t'i zgjerojmë ato, por nisoj vlen edhe për intenziven. Intenziva
është në plan të zgjerohet dhe do të zgjerohet, e në anën tjetër për informacionin e juaj zonja Kadriaj, por edhe të qytetarëve. Tash veç kanë filluar punët në gjysmë intenzive kardiologjike dhe pritet që tjetë një nga repartet më të mira në qendrën klinike universitare. Kështu që zonja Kadriaj, ju lutem, ka hapësirë për kritika çdo herë në shëndetësi. Edhe pajtohem me këtë fakt dhe do të pajtohem çdo herë, dhe çdo kritik valide, çdo kritik e mirëqenë do ta marr para qytetarve, e sidomos para jush deputet të nderuar si përfaqësues të qytetarve, me seriozitetin më të madh, qysh mundemi me shku përpara. Mirë po, kritikat e tilla, kur thuhet që janë vetëm 4 shtretër në klinikën emergjente, kur janë 25, kur thuhet që s'ka fare barna, kur niveli furnizimit është mbi 90% në onkologji, kur thuhet që s'ka anesteziolog, kur edhe ju e dini pse nuk ka anesteziolog, kur thuhet që në kardiologji invazive nga 2-3 herë i përdorin për pacientë të tjerë, këto e kalojnë çdo limit të një kritike, bile kjo çka është më e keqja, është një lloj thirrje për mos besim në institucionet shëndetësore publike për t'i orientuar dika tjetër, pa dashur me ju thonë juve zonja Kadriaj, mirë po këtë çka e thatë ju, sa po thatë diçka që ju vije për shtati spitaleve private, duke e anuluar edhe duke minimizuar punën e jashtëzakonshme që kolegët tonë edhe t'juj, zonja Kadriaj, bën çdo ditë në secilin klinik pa përjashtim, jo vetëm qendrën klinike universitare të Kosovës, po në gjitha spitalet, bile edhe në kujdesin parësor shëndetësor, ku udhëhiqen nga komuna disa që i keni edhe ju. Faleminderit shumë. Çka thuhet për zonën Kadriaj? Do me thonë, s'po dun personale, hin këtë personale, sepse s'ka çka flet për mbajtësore. Unë i them, në ranimim janë 9 shtretër, kjo thot vetëm për qatë pjesë me novone, po edhe aty ja huq 4 shtretër. Nëse ja paske huq 6 fish herën e parë, tash ja paske huq 3 fish gati. Kjo është e para. E dyta, zonja time Kadriaj, deputet nderuar dhe qytetar nderuar. As një nënshkrim, as një gjë, Arben Vitia, sa ka qenë ministër, nuk e ka licencu as oliv, as një gjë tjetër. Mere shikoje, moj zonja Kadriaj, kush e ka bo. Mere shikoje kush e ka bo. O bo një tem që hop, gjuj diçka, edhe mos bëhet, vetëm bëhet zhurme dhe fjallë. Zonja Kadriaj, për pluhun, ngrit një sa doni. Për pjesën tjetër, prapo e përsëris. S'keni nevoj me më besu mu, sa shtretër janë. Unë thash janë 9, ju po thoni 4. Shkoni moj zonja Kadriaj, bëni fotografit edhe herën tjetër, dili me fotografi, ja qka ka thonë ministri, ja sa shtretër keni. Doni me shku në onkologji, folni moj zonja Kadriaj, mos unë besoni mu. Unë pra po them, ka hapësir për përmisime të jashtëzakonshme. Mirë po, zonja Kadriaj, nuk mund të bëj, beso mundohem, po nuk mund të bëj, pa përmend qeverit e kalumë i zonja Kadriaj. E keni lanë me 0 gati anesteziolog, oj zonja Kadriaj, qeveria juj. As një specializim nuk u hapën në kohën e qeverisës tuj. Sot jemi të i vuj që ato pajsoja, oj zonja Kadriaj. Po zonja Kadriaj, nëse s'keni qenë ju ministër, krye ministër e keni pas dikon nga partia juaj, zonja Kadriaj. Ta shka me tonën e ty. Kështu që zonja Kadriaj prap, kur vjen puna me kritiku, ka qka kritikohen shëndetësi. Shumë pun të dhoja janë bo, e shumë pun ma të dhoja kanë mu bo. Por amanit, kritikoni për toke, sepse masanej po bëni aq jo besus, aq po bëheni përbes nga njerë dhe qesharak. Kështu që ju lutem, kritikoni, ja kum keni, se cilën kritik do të marë, me seriozitetin matë madhë, bashkarisht do të shkojmë, mirë po vetëm mos kritikoni në mënyrë tillë ku ka rrezik e në mos veç jeni bërë qesharak.